Bismillahirrahmanirrahim. Rreth meditimit. Prej normave të mirësjelljes me Kuranin është prania e mendjes dhe e zemrës gjatë këndimit apo recitimit të tij. Këtë e kemi përmendur kur kemi folur rreth normave absolute të sjelljes në adhurim dhe e kemi përfshirë në studim. Për këtë arsye nuk është e nevojshme të ndalemi sërish. Prej normave të edukatës me Kuranin familjar është përqendrimi i vëmendjes dhe përsiatjes rreth tij. Nëpërmjet mendimit dhe meditimit kuptohet përpjekja e tërësisë së proceseve të menduarit për të sjellë për shpirtin dhe zemrën kuptimet, urtësitë dhe rregullat e ngarkuara, thellësive të atyre ajeteve, duke qenë se Kurani famëlar, sipas dëshmisë që vjen prej vet atij, është një libër që ka për qëllim udhëzimin e njerëzve në rrugën e drejtë të besimit dhe të paqes shpirtërore, duke qenë se ajo zbulesë ndritur ka për qëllim të nxjerrë shpirtrat dhe zemrat e njerëzve prej stresave të ndryshme dhe të shumta të errësirës, për të parajsa e dritës dhe t'i udhëzojë ata në rrugën e drejtë të Zotit. Ka dyshim se nëpërmjet këtij meditimi, njeriu do të mund të arrijë pozitat e paqes dhe të shpëtimit. Kjo nis me pozitën dhe shkallën më të ulët të paqes dhe të shpëtimit. Burimi i forcës së të cilës është bota e poshtme e ulët me lekuti, duke mbërritur deri te përtej fundit të saj. Ajo është forma e përsosur dhe e vërteta e zemrës së pastër. Këto kuptime i gjejmë të pranishëm edhe të komentimet e fsiret e Ehli Bejtit, të cilat thonë se mendimi apo meditimi është tërësia e procesit të menduarit nëpërmjet të cilave kërkohet dhe mbërrihet e vërteta. Synimi i secilit lexues të Kuranit duhet të jetë gjetja e paqes që buron nga fuqia e mbretërisë së tokës, Elmul Mulk, dhe qiellit, Elmul Melekut. Ato janë të pranishëm në këtë libër qellor dhe mund të përftohen e të nxirren që aty nëpërmjet mendimit dhe meditimit. Kështu pra, në rast se fuqia njerëzore shkëputet prej ndikimit të së keqes, së djallit dhe prej kontrollit të tij, përfitohen lloje të ndryshme të paqes dhe të qetësisë, aq të nevojshme për mbarvajtjen e jetës së shoqërisë njerëzore. Ato shoqëri që realizojnë me sukses këtë proces arrin të shkëputen prej errësirës dhe të transferohen prej te drita e pashtershme hyjnore, e cila shfaqet e fuqishme dhe autoritare. Sapo njeriu fillon të shkëputet prej llojeve të errësirave që gjenden në tokë, fillojnë në errësirën natyrale të çështjeve të tokës dhe përfundojnë te errësirat e të shumtës. El Kathre. Menjëherë pas këtij procesi ndodh udhëzimi i qenies, i zemrës dhe i shpirtit dhe ndriçimi absolut i tyre. Menjëherë pas kësaj ndodh udhëzimi për te udha e drejtë e njerëzve, që është në vetvete edhe udha e drejtë e Zotit. Allahu i Madhëruar thot në Kuranin famëlar: Zoti im është në rrugë të drejtë, lidhur me domosdoshmërinë e mendimit, të meditimit, përsjatjes dhe të përlavdimit të tij është folur shpesh edhe në Kuranin famëlar. Allahu i Madhëruar thot: ndërsa ty o Muhammed të zbritën për kujtesën Kuranin me qëllim që t'u shpjegosh njerëzve atë që u është shpallur dhe që ata të mendojnë. Këtë ajet të nderuar gjendet një lavdate e madhe për mendimin dhe meditimin, sepse qëllimi i këtij libri është madhështor, i zbritur për njerëzimin është duke qenë se i jepet një rëndësi kaq të madhe meditimit, edhe në rast se meditimi shfaqet thjesht si mundësi dhe jo në formën e faktit të kryer, ai e bën të detyrueshëm ndodhjen e mrekullive dhe përfitimit prej dritës së tij. Në një ajet tjetër kuranor, Allahu i Madhëruar thot: tregoju atyre ato ngjarje në mënyrë që ata të mendojnë. Ajetet dhe transmetimet që trajtojnë këtë çështje, ose në mënyrë të drejtë për drejtë, ose në mënyrë të tërthor, janë të shumta. Transmetohet se profeti i nderuar, paqja e bekati e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, kur ka zbritur ajeti me të vërtetë në krijimin e qiejve dhe të tokës dhe në ndërrimin e natës dhe të ditës, shenja për mendarët, është e shprehur: mirë ata që e lexojnë Kuranin dhe nuk meditojnë në të. Ajo që kuptojmë prej kësaj pjese është se njeriu duhet të mendoj edhe të kuptoj se ç'është meditimi, pozita dhe si ndodh ajo. Dihet prej të gjithëve që të meditosh dhe të mendosh rreth tij është diçka pozitive. Thënia më interesante lidhur me këtë pjesë është e Abdullah El Ensar: jam i vetëdijshëm se përsjatja është në vetvete përpjekje e syrit të zemrës për të prekur nevojën e saj të madhe, që do të thotë se tërësia e proceseve të mendimit dhe të përsjatjes rreth kuptimeve të tekstit hyjnor është në thelb kërkesa dhe nevoja e syve të shpirtit dhe të zemrës për të mbërritur te nevoja dhe synimi i saj i madh. Nevoja e saj më e madhe është realizimi i lumturisë absolute, që arrihet vetëm nëpërmjet dijes absolute që buron prej procesit të mendimit dhe të përsjatjes rreth tekstit hyjnor. Kjo është detyra e çdo njeriu dhe kjo është thelbi i ftesës hyjnore. Çdo njeri duhet ta kërkojë nevojën e tij për lumturisë dhe qetësisë absolute, për dituri, dritë dhe urtësi te ato tekste të shenjta
te ato histori të sjella aq bukur brenda atyre teksteve. Lumturia absolute nuk është gjë tjetër përveç se prekja e dritës së udhëzimit që buron prej tekstit të shenjtë, është gjetja e rrugës së drejtë. Çdo njeri duhet i vihet në kërkim të asaj qetësie, paqeje e lumturia absolute të gjendur në brendësi të atyre ajeteve kuranore. Kërkohet prej tyre të gjejnë te ato ajete dritën e dijes dhe rrugës së vetme për të lumturia e vërtetë, ashtu siç është përmendur më sipër. Në rast se lexuesi i Kuranit dhe medituesi i tij niset dhe prek dritën, dijen dhe urtësitë në kërkim të së cilave ishte vënë, ti do t'i hapen dyert e një përfitimi shumë të madh prej zbulesës hyjnore dhe bashkë me to dyert e mëshirës së vërtetë të krijuesit të gjithësisë. Në momentin që ndodhin të gjitha këto, njeriu bëhet i vendishëm se nuk duhet ta shpenzojë kohën e shtrenjtë të jetës së tij duke kërkuar llojet e kënaqësive, paqes e lumturisë, të ndriçuar nga ato të përcaktuara prej profetit të Zotit, paqja e bekëtia e Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij të nderuar, apo të pranishme të synimet e thirrjes së tij. Pasi njeriu të kuptojë çfarë i duhet, ka për të hequr dorë menjëherë prej fjalëve të tepërta dhe prej qëllimeve të kota, të papërfshira në rrethin e synimeve të tekstit hyjnor dhe thirrjes profetike. Sapo njeriu të ndjejë dhe të prekë se sytë e zemrës dhe të shpirtit të tij janë orientuar ka synimit dhe qëllimit strategjik të zbulesës hyjnore, sapo ai të ndjejë se shikimi i syve të zemrës dhe të shpirtit është forcuar dhe se përsjatja rreth ajeteve kuranore është kryer në një normë sjellje të zakonshme të qenies, sapo të ndjejë dhe të prekë se kanë filluar t'i hapen dyert e shumta të mbyllura më parë, të përfitojë prej dijeve, sekreteve, mirësive dhe urtësive të Kuranit. Kur njeriu të fillojë të ndjejë se ka nisur të përfitojë prej tij gjëra që nuk kanë mundur të përfitojë më parë, vetëm atëherë do të mund të kuptojë se çfarë do të thotë që Kurani famëlart është shërim për sëmundjet e zemrës dhe të shpirtit. Vetëm atëherë do të mund të kuptojë plotësisht kuptimin madhështor të pranishëm në ajetet kuranore. Ne shpallim nga Kurani ato që është shërim dhe mëshirë për besimtarët e që mohuesit keqbërës ushton vetëm humbje. Vetëm atëherë njeriu do të mund të kuptojë fjalën e prirësit të besimtarëve. Mësojeni Kuranin, pasi ai është pranvera për zemrat tuaja. Shërojeni veten me të, sepse ai është shërim për kraharorët tuaj. Kjo do të thotë se nuk i qasim i Kuranit vetëm kur duam të kurojmë e të shërojmë sëmundjet e ndryshme të trupit, por më e rëndësishmja është se të shërojmë nëpërmjet tij sëmundjet e fshehta dhe të padukshme të shpirtit dhe të zemrës. Pasi ky është qëllimi më i madh i Kuranit, në fakt Kurani nuk është dërguar për të shëruar sëmundjet e ndryshme të trupit të njeriu, paçka se mund t'i shërojë ato. Edhe profetët e Allahut, paqja e bekatia e Allahut qoftë mbi të gjithë ata, nuk janë dërguar për të shëruar sëmundjet trupore të njerëzve, edhe sepse mund ta bëjnë këtë, por janë dërguar me një tjetër qëllim dhe mision. Ata janë dërguar si mjek të qenies humane dhe shërim për zemrat me gjithë shpirt.